Përshëndetje miq, po juve dështoni na njërë me recetat? Këtë video po e bëj që t'u jap pak kurajo atyre vajzave të re që thonë njërë nuk dim të gatuajmë. Dëgjoj edhe një që dim të gatuajmë, nuk ka njëri që nuk di të gatuaj, dështoj me recetat. Gazmenda e kënaqja mi gjithmonë të përshëndes. Më shumë e kam vënë këtë video të përshëndes dhe ty dhe të tregoj që mos humbi shpresat se të gjithë gabojmë. Në vend të bëja kek, përgatita supë me kungull, megjithatë nuk u dorëzova deri në fund. Prandaj vajza mos u dorëzoni. Çfarë bëra? Futa direkt ke stampua. Silikone nuk kam për të pjekë më, nuk më pëlqen. T'ja vë fajin tani stampos silikones. E futëm prapë në stampë, futa në furrë derisa po që mirë, mbulova pak me letër alumin sipër dhe vërtet doli si vulkan, kështu me plasaritje, por shije ishte fantastike. Pak sheqer plur sipër dhe u kënaqë dhe prapë nuk nxora mend të ngrohtë. Pse do thonë juve, nuk më durojsh, doja ta shijoja dhe konsumova të ngrohtë. Prandaj asnjëherë mos e prini tortën o kekun të nxehtë siç e preva unë, por për mendimin tim, hera parë dhe e fundit që unë pjek torta në silikone. Se pak a shumë ja di kohën kur pjek torta, por të radhë e nderita fare ma si përfundim e postova. Pse? Duhet postojmë edhe recetat që nuk në dalin me sukses.